komunikimi është dedikuar për ty, sepse ajo fillon të mëson. Mëson mënyrën si të komunikon, mëson çfarë di, çfarë nuk di, mëson preferencat e tua, çfarë nuk të pëlqen dhe gjen një mënyrë komunikimi me ty dhe fillon edhe diskuton për problemet e tua. Kurse pjesa tjetër pastaj që kalon në nivel pune është avancuar shumë niveli i programimit dhe praktikisht programimi tashmë do kryhet komplet nga inteligjenca artificiale rreth 80-90% e punës. Plus që edhe Meta dje nxori versionin tjetër, jo më larg se këto ka ndodhur jo më larg se sa 20 orë. Po, e kuptoj. Meta nxori Muse Spark 1.1-in, i cili krijon video dhe foto dhe tani do ta shohësh social median të mbushur me video të cilat ti do ta kesh shumë vështirë dallosh që është video në vërtetë apo është bërë nga inteligjenca artificiale. Përveç se kësaj, një nga gjërat më të rëndësishme që ka ndodhur është konferenca e Davosit, ku për herë të parë liderat e kompanive të inteligjencës artificiale ishin përballë liderave botëror. Trumpi, Macroni dhe ti kisha aty Sam Altman, Dario Amadein dhe të gjithë CEO-t e tjerë të cilët i kërkuan ndihmë politikës me çfarë thuhet, që u tha në gështatën. Ju kërkua që kjo në 2 vjet do arri nivele superfuqie dhe neve në 2 vjet do përjetojmë një fshirje të punëve shumë të shpejt, sepse AI do fshi një pjesë, një dozë shumë të mirë të punëve dhe AI do marri fuqi të cilat neve nuk i kontrollojmë dot më. Dhe çfarë bëhet në një situatë të tillë? Praktikisht Sam Altmani, ky CEO i OpenAI, tha që është një shpikje në nivelin e elektricitetit për njerëzimin. Dhe duhet patur mjaft kujdes që të t'i lihet kjo lloj fuqie shteteve apo t'i lihet kompanive private. Dhe kjo ishte përballja e parë me fuqinë e kësaj teknologjie. Pra, ajo që neve themi social media, AI, pra nuk është thjesht më një lodër që qëndron në celularët tonë. Tani ajo vendos se çfarë bëhet. Dhe automatikisht të përdoret në luftë. Qartë. Geron, ku është kufiri mes etikës dhe mundësisë? Sepse inteligjenca po na jep super mundësi, super fuqi. Mund të jetë në duart të shteteve, mund të jetë në duart të kompanive private, dikush mund të ketë aksesin t'i blej, mund të kopjohen, mund të replikohen, mund të sillen. Se në finale, gjithçka do të jetë në kodin etik apo në ndërtimin etik të njeriut. Se njeriu është një humanoid që e di të drejtën, të padrejtën, e di kur dhunohet dikush me fjalë, dhunohet dikush me video, etj. etj. Tani, kjo lloj superfuqie po teston më shumë njerëzimin. Sa jemi ne njerëz që këtë gjë mos ta keq përdorim, po ta përdorim. Ku po shkohet? Si po shkojnë këto të dyja? Po, me çfarë shoh unë, po shkon në krahun jo të mirë të gjës, sepse nga një gjykim i ftohtë, pa dëgjuar asnjë fjalë. Po, i qartë. Po të shikojmë për shembull në gështat, ti nuk kisha asnjë pjesë të kompanive kineze të inteligjencës artificiale. Ç'do të thotë kjo? Kjo do të thotë që lufta ka filluar. Do të thotë që Kina ka grupin e vet të kompanive që zhvillojnë studimet e tyre në inteligjencë artificiale dhe Amerika ka të vetat. Po mundohet dhe Europa me modelet e veta, të cilat realisht janë mbrapa, por kështu po shkojnë gjërat. E qartë, po kush janë Dhe problemi më thua, jo, mbaroj që të di se një nga problemet më të mëdha është kjo gjë që do kështu, që në qoftë se AI që presupozohet që kam unë nuk i vë asnjë qëllim negativ. E qartë. Dhe ti ke një AI tëndin, dhe unë them që po sikur AI Mirelës filloi të më shik të timin mua, edhe i them unë që ti duhet të mbijetosh në momentin që inteligjenca artificiale merr komandën që unë duhet të mbijetoj, aty e arrin bëj gjithçka. Dhe po të njëjtën gjë do kesh bërë dhe ti me inteligjencën artificiale dhe këtu do kemi një situatë shumë interesante. Ngritur në nivel global, se kjo bisedë është shumë e thjeshtë dhe e kuptueshme dhe duket sikur inteligjenca artificiale është si ata qenë të stërvitur, të cilët mbahen, të mbyllur, ushqehen, mirë ushqehen, stërviten, që pastaj kur të shkojnë dhe të bëhet ajo betejë e ndaluar mes qenëve, sepse është ndaluar ligjërisht, por zhvillohet,
ky Për i shembull- ekipit ton të fitoj Për tani. shembull, nuk Kush ishte janë? rastësi lufta midis Antropik dhe Pentagonit, ishte për herë të dytë. Mirë, dakord, po sepse me këtë Pentagoni- mendësi që thua ti, Pentagoni krijoi